Bisedat e mëhershme ki thënë që në Kosovë nuk ka tokë të keqe për arë. Përgjithsisht nuk ka tokë keqe. Afton prap të interesuari që të merren me këtë biznes. Po i ma mirë qërë tashti a jenën që të më nëllësi 1080 metra, nëllësi mbitetare. Kja ka qenë djerin. A ma mirë më mjell arë, e më gjelbru, edhe me marë fruta pëjsojna, a me lo djerin. Ku vetë shteti këtu duhet të për me investu 2 herë në këto kudrina e 1 herë në rafshat, ja. Këtë tokë duhet 2 herë ta pronojnë ta stimuloj për punim kësaj toke se sa në rafshat. Ata duhet ta dënojnë pëse nuk e punon ato. Po, me pas ligj po. Me pas ligj nuk u dzën as 1 metër katror në rafshit me metë djerin. Ose let ashet, ose let e jepi dikujna, për për me punu. Se ka pasoj edhe i shqipërmeri për skajt arës, që e punon të vetën, ka pasoja për atina që le ndjerin. Në bisedat e mëhershme kemi thonë, i kemi shpikat ato 1 hektar saksisht në që sajnë shpenzimet e këto. Apo e stimulon sektori qendror këtë? Jo. Jo. E mbëllon më shime do grande, jo knaqëm. Edhe ju keni pasur? Edhe në subvencione nuk e mbështet qysh e mbështesin në rajan. 2 herë gjysmë përfiton në Macedoni. Në Shqipëri? Edhe Shqipëria i më lartë. Po, në Kosovë me hektar 505 herë. Sa i kena të për? 5 herë diçka i bjenari, dhe me thonë dikun i ka 50 cent ka njera në fidan. Ata ka 2 euro gjysë. Po, ka 2 euro gjysë. Dhe me thonë asë ujitën së në krymë. Ja. 500 euro për 1 hektar me arë. Mu në mujtë më shkojnë në ujitje në 5 hektar 180 euro në vitën e kalum. Për këtë veti nuk e di të ashtë i sa rrit, nuk e di i zonder. Në mujtë i këmë hargju rrim. Edhe nëse më kujtohet, i ke pas një kërkes për një gant. Tuk e diçka të kon. Ka qenë lejume, a i gant për depon për ara, diçka një farë kontesti, a është gjitha i kontesti e problem? Kurish. A që ke për bom një are? A se bom një are, veç fjallë.